Edhe makina duhet edhe arma dhe tjetra, arma duhet kapur mjetet që ke marrë filluar, por neve duhet ta lidhim me personin. Në moment që fillon lëvizja, pra rujtja e atij personi, atëherë jemi te përgatitja. Në rast se fillon tentativa, është gjë tjetër, pra është faza që është fazë tjetër dhe mban tjetër përgjegjësi penale. Pra e kemi thënë janë 4 faza që ti sqarove. Ishin të qarta. Rikthehem sërish Karandra se kam dhe një dy detaje të vogla për të kuptuar. Tani, Rexhepi, ekspert kriminalist, keni parë pafund vendngjarje, vrasje të natyrave të ndryshme. Ndërto dhe Azemajdarin. Edhe Azemajdarin? Për të që foli Meta sot? Unë kam qenë ekspert i Azemajdarin. I vrasjes Azemajdarin? Po, e kalojmë, nuk kam dëmë. Okej, ere parë që e dëgjoja këtë. Mirë. Në qoftë se nuk flasim. Nuk do flasim këtu, do flasim këtu për ato çështje, kërkon një tjetër çështje. Ajo që unë dua të kuptoj është çfarë ndodh me atentatet e natyrave kriminale në Shqipëri. Përse sot ky modeli i nga vjedhja automjetit e deri tek djegja automjetit me vrasës të cilët ikin të pashqetësuar nga vendi i ngjarjes, siç edhe Karandra, pak më herët, nuk po thyet dot nga as edhe një grup hetues në Shqipëri, nga as edhe lloj prokurorie, qoftë SPAK apo qoftë edhe prokurori rrethi. Atëherë, kjo ka lidhje me këtë ekstradimin. Jo vetëm nëse kjo shërbes si shkas, e mora si shkak për të bërë një diskutim të gjerë. Dakor, do ta shtrim aty, ju e moderoni dhe s'kam kam kënaqësi madje që ti eci asaj që ju ngritet. Ky ka qenë në Dubai, ky ishte në Zvicër. Në Zvicër. Nuk vlen atë analizën. Po kisha diçka tjetër për Dubai. Nga Dubai nuk vinë të gjithë të ekstraduar me përmerit qeverisë tonë, por nuk janë shumë të mira kushtet e tjera dhe kërkojnë dhe vetë që të vinë, që të jemi të qartë. Kërkojnë dhe vetë në atje. Janë të mërshme fare, o do rish në vap, o do rish në super të ftohtë, kështu që traktimi nuk është shumë i mirë, kështu që ka shumë veta që kërkojnë vetë të vinë në Shqipëri dhe mos si marrin dekorata qeverie që si takojnë. A dekorata që i ka, si Ministria e Mbrojtësisë Qeverisë le ti marrë, në këtë e kisha në këtë kuadër. Në lidhje me këtë mekanizëm ngjarjesh që po ndodh rëdom, bërja e makinave të punës, makina shumë të shtrenjta, domethënë që dhe të vjedhura shiten në shtrenjtë, për të mos thënë një shitje me kompromis, sepse në pothuajse në çdo studi e kam ngritur jo të jenë persona të dyshuar të kallëzuesit, por të jenë persona të monitoruar. Pra nëse vjedhet një makinë, ti shkon për dinacim me atë makinë në një vrasje, ai person duhet ri kohë në monitorim, le të themi në survejim në forma ligjore në mënyrë që sepse mund të kemi një shitje të kontrolluar dhe themi që ma vodhën. Unë kuptoj që elektronika e vjazve ka ecur, po dhe elektronika e makinëve ka ecur dhe kështu që në këtë kuadër nuk mendoj se është aq e lehtë makinat me sisteme të tilla mbrojtje të vjedhen. Pjesa tjetër është nuk po zbardhen për mungesë profesionalizmi ose mungesë hetimi të mirë të policisë ose të organeve ligjzbatuese, sepse edhe këtu kur e tham, këtu e kemi diskutuar madje, duhet të jenë target kryesor makinat e vjedhura. Serviset e shmontimit, serviset e montimit, modelo disa servise. Shkoj me agent, harxoj 20.000, se shteti do të zbulojnë gjëra të mëdha pa harxuar si lek. Çoj makinë të vjedhur vet atje, gjëra të vjedhur, bëj një kombinacion atij servisit kur ke dyshimet e nevojshme. Dhe pastaj 20 merri. Përmendoj një 3-4 servise të mëdha që këtu fillon, kapen terren situatën. Mos themi pastaj reagimet e momentit të parë. Siç tham, reagohet shumë keq në ngjarje me shumë vonesë. U fol për ato drona që bler kriminalisti zakonisht i ka ëndra kështu, domethënë, shikon edhe nuk i takon atij tek e fundit që të merret me këto nivele, ka gjëra të tjera. Por me drona motores mund të digjet gjëra. Ka nevojë për pak profesionalizëm. Follow me e ka komandën ai dhe ndjek makinën ku tjetë. Makinën s'do ta kapi, por personin do ta ndjekë. Ndërkohë shërbimet e ke majta se ke djatha si iku vajti brenda e kape. Nuk janë gjëra të pamundura. Plus që siç e thash në qytete të rëndësishme si Tirana, duhet të jetë helikopteri në bord drejtorisë. Me grup me snajper gati siç e ka në New York. U dha ngjarja, ndjekë nga toka, ndjekë nga ajri, jo tash nuk mos them pasaj që bëhet një plan masash, jo nga këto smartët për gjusët kriminalisë, bëhet një plan elektronik që në këtë ngjarje, në këtë zonë të Tiranës, sa janë pikat e largimit? 1, 2, 3, 4, jo policit, se lodhet, nuk e mbam dot mend. Nuk po hyn në Google rrugët e Tiranës me këto ndryshime. Në këtë ngjarje ngrihen 4 pika. Komisariati 4 ngre një dron, 6 ngre tjetrin dhe ku do vesh? S'ka ku vete. Ku do vesh? Kamera kanë lokalet në shkeljet ligjit
që monitorojnë dhe rrugën, që na bezdisën dhe në qytetarë, sepse ka këndin. Kështu që situata bëhet më lehtë, por target kryesor për sa kohë ti ke makina të vjedhura që të përdoren në vrasje dhe të këputin zinxhirin provus, ti mund ta dish rrugë operative, këtë e di prokurori më mirë se unë, të këputin zinxhirin provus. Makina e vjedhur digjet, arma dëmtohet, as ADN, as gjurmëkishtas, as GPQ, as mbetje blozë asgjë, ta këputin zinxhirin. Çdo lloj informacioni tjetër pastaj bëhet i pavlefshëm. Po i pavlefshëm po su provohet, kuptim ka. Atëherë do jenë target makinat e vjedhura. Forcë autoganat, forcë pikat, një target dyshim laptopësh. Lavdi zotit, teknologjia ka ecur shumë. Ne po vëmë këto smart city. Jo, ajo është skelet detave njeriu dhe skandale. Këto shtyllat e mëdha me kamerat e që tha kryeministri, këto po vendosen në po kush e ka ato? Kina dhe këto vendet arabe. Tash ne këtë themi shembull Evropën për këtë. Tash mirë, marrim shembull Arabin atëherë për ca gjëra të tjera, pastaj marrim shembull Kinën. Tash nga të shkojë u mori kryeministri një herë me Amerikën, një herë me Anglinë, një herë me Francën. Kemi marrë shembull nga Afrika për vepra të caktuara. Kështu që s'ka mirë, një bosh do mbash. Bosh amerikan, bosh europian, bosh edhe lindor, do ta marrësh lindor, puna jote, merr përgjegjësitë tua. Po jo, një herë me turgun, pastaj prishu për detin nga turgu. Kalo këtej, me Roxha e bënte këto, nëse jemi në kotën verë. Prishëm me sovjetikët, bëu me Kinën, bëu këtë, edhe me Roxha fund fundit. Kjo është njëra qasje se investimi mund të jetë ose cilësia, nëse do duhet parë se aty është janë dhënat tona, animazhet tona. Duhet parë nga ku të shohim o i nderuar, serveri i ri për jashtë. Serveri pronës jashtë. Jepet elektronik shqiptare, po si e kishin në duar të X-it të Y-it. Tash jepet elektronik shqiptare, dëgjoj dikush ka bërë humor me mua. Unë i thash letër, karta kënd. Pra duhet të jetë letër, çdo gjë duhet të jetë letër. Ti mund ta hedhësh kompjuter për shërbim qytetarës. Po magazina duhet të jetë aty. A ti që ka nejë që një emision nga YouTube-it sepse ngrita problemet e pronës, di se duhet të jetë dokumenti i jot pronësor ose imi? Ma thuaj këtu. Më e sigurt se pasaporta. Se këtu nuk të hiqet gjë. Më e sigurt se pasaporta. Pagon 1 milion vjetra flas, 1.000 euro, 2.000 euro, 1.500 euro për një transakcion pronësor dhe duhet të jetë pse pagon 50 euro për të dokumentin, punë e madhe. Ama ai dokument nuk prishet dot më. Do të jetë pasaporta do të jetë më me element noteri që e ka printuar sipërfaqe gjitha firma vura do të jenë me element sigurie. Edhe me barkod. Me barkod, me element sigurie, Dhe nuk ke ku shkon më, po pse s'bëhet? Di pse s'bëhet? Se mbyllim shtigje edhe për veten. Kështu që do lëm na i bëjmë ligjin të fortë, po do lëm na i korridor që të kalojmë dhe vetë. Korrupsioni është korrupsion, thaj vetëm kur nuk jam unë pjesë. Se po që është unë pjesë, korrupsioni nuk është aq problematik. Karanja, përse nuk po thyet dot ky mekanizmi i vrasjeve që kemi sot? Është shqetësuese. Nëse unë të numëroj vrasjet, cilat janë kryer, Dobraçi masakër, Memaliej masakër, Rinasi masakër, që ishte vetëm rreth 2 muaj më parë, vrasja e gjyqtarit në Tiranë, vrasja e një postieri në një nga fshatrat e Tiranës, vrasja e biznesmenit Bujar Nasuvi, këto që flas që kanë ndodhur nga viti kaluar e deri tani, të cilat të gjitha kanë të njëjtën natyrë. Atentati që ndodhi në Lundër, që u plagosën 4 persona. Ma shpjego pak tani. Thash dhe njëherë rikujtoj, jeni ish prokuror, keni pasur pafundësisht çështje, ju njihni mirë teknikat e gjithë gjës, pa thyer sekretet e punës suaj, diçka dua të kuptoj sot. Tani problemi i parë është që policia e shtetit duhet të largohet nga punët e kota. Punët që i bën policia bashkiake do t'i bëj policia bashkiake. Neve çka konstatojmë? Mirë që nuk po letësot, po përëndohet, futët dhe neni 293 paragrafi 1, dhe ne policinë e kemi të ngarkuar. Policia në vend tjetë, në ndjekje të personave që bëjnë vepra penale të rënda, policia sot është hapërda. Merret policia e rendit, po bëhet polici bashkiake. Po bëhet si polici bashkiake. Merret me karriget, merret me shazgonët, këtu s'janë shef vizën, kur është me leje, kur është pa leje. Pra e para, policia e shtetit do t'i kthehet që është qëllimi i policisë shtetit është ruajtja e sigurisë publike. Pra është kryesorja. Edhe kod procedurës penale, neni 30 i kodit procedurës penale që flet për policinë gjyqësore dhe bën një sqarim policisë gjyqësore që ndahet në policë, në oficerët policie gjyqësore dhe agent, detyra e parë është parandalimi i veprave penale. Pra duhet kthehet në funksionin bazë. E dyta, dalim i njëjti gjë. Targat vjedhur. Targa e vjedhur
nuk duhet të qarkullojnë në një territor të identifikohet në mënyrë të menjëhershme. Nuk ka një targë vjedhur që të qarkullojë në Tiranë, në Durrës, shkoj pra vjen nga Tirana, shkon në Durrës, shkon në Vlorë dhe të mos identifikohet kjo targë. Pra, që kur një mjet i cili, sepse si rregull, edhe ligji është që çdo mjet ka targën e vet. Është lehtësisht i identifikueshëm. Tani duhet gjithë mjetet se ne po diskutojmë për pamjet filmike, po diskutojmë tani të mos ketë një targë, për shkakun që dali targa që është e vjedhur, kjo duhet të sqarohet. Pra, një makinë që mban targën e një makine tjetër, ka rrezik që të bëjë vepra penale ose ndaj krime ndaj jetës, mund të bëjë edhe veprime të tjera të palishme, mund të rëmbejë një fëmijë, mund të jenë sepse nuk është vetëm kjo, ka dhe aktivitete të tjera të kriminale, po patjetër. Pra, targët e vjedhura aty të qarkullojnë lirisht. Mjetet e vjedhura, pra domethënë, këtu kemi edhe këto janë paraprakisht. Pra, një targë se tu është e parandalimi. Për sa i përket të ngjarje, shohim në të gjithë ngjarjet, pjesa më e madhe tyre me parashtim të ngjarjes së Shkodrës, po të kemi parasysh ngjarjen e Shkodrës, një vrasës që u vranë 2 persona, 2 punonjësit e bashkisë para vitit 30 nga tetori që u kap nga policia e rendit Shkodrës. Po është Rakip Gila. Është personi i cili u kap Buzlumit. U kap dhe kjo kemi një efektivitet policisë. Pra kemi kjo është tamam detyrë e policisë që bën vepër dhe të kap. Më përpara, për shembull unë mbaj mend, më përpara kur kanë qenë të 4 komisariate, sepse Tirana ka pas 4 komisariate. Tash është rrit numri, se është bëri Farkës, është bëri Vorës, është rrit numri komisariateve, është ndarë kombinatin vete, është bërë një ndarje katra është ndarë në 2 se është rrit numri i popullsisë. Të gjithë komisariatet kur ndodhin ngjarje, të gjithë vënë në lëvizje. Edhe në për filma, edhe në Amerikë, kudo, kur ndodh ngjarje, gjithë njësitë vënë në ndjekje të autorit. Ne shohim një apati. Edhe rasti që kemi këtu, për shembull rasti i të Ritasit, janë larguar me Toyota Yaris, të pashqetësuar. Jo se Toyota ka një problem me emrin, po Toyota Yaris. Toyota Auris ka mbështyp, po edhe makinë e re, jo faktikisht ajo ecën pak ajo, ka edhe ecën pak. Ka rëndësi, ti mjeti policisë ku është? Ti duhet të ndjekësh o ty të bën gjithë të periudhë pra ti. Është zona që duhet të jetë zona më e sigurt. Pra, flasim që punonjësit e policisë duhet të trajnohen për ngjarje të tilla. Që si reagohet, pra ne në vend të investojmë në rritje ngjarje, neve i ngarkojmë punë të panevojshme. Është mërzit dikur që i kanë parkuar dysh. Po çfarë pastaj? U parkuat le numrin e telefonit, vjet tjetër e liro. Por problemi është i tillë që po diskutojmë. Ne policinë e shtetit duhet ta çojmë aty ku është problemi. Dhe problemi është që këta duhet të reagojnë ndaj ngjarjeve. Edhe reagimi duhet të jetë profesional. Që të mos shkojnë kohë që të çtohen pasojat. Ka blinda për shembull kur e ndjekin? Ta zëm. Ka blinda të ndjekësh vrasës të tipit Rinasit, ndjes për ndërhyrje. Jo, për diskutim. Duhet ta ndjekësh jo me makinë shqiponjës që janë karton që çpohen me gisht. Sa ata se kanë problem të reagojnë ndaj policisë. Ata që marrin përsipër gjithë atë operacion. Blinda ka po ka Renea, kanë përshtymin ka repartë Renea. Jo, Renea tikzoi dhe janë specialistë mirë, absolutisht. Ata janë okay. Janë për luftat ata tamam, din. Kemi super, Renea dhe kemi super, ë? Kështu që, jo sinqerisht. Edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë shumë të mira këtu në Shqipëri. Dyja, domethënë si skuadra. Por dhe komisariatet duhet të kenë. Pra, le ta ndjeki le të themi ai çarkullimin në një distancë që rrezikon veten ai një tjetër. Ndërkohë njofton me radio dhe shërbimet e tjera duhet të vinë shumë të përforcuara në mënyrë që të mos u rrezikohet tjetra. Këtë duhet. Po krihet zona tha. Po ngeli zona ngeli duke u kremë i ka ra flokët në tokë nga krefja, po s'ka mora hiç. Autor morë se morë po themi se plesh është i vogël. Po. Patën të kapin në morë. Kështu që do duhet të ritheksojmë edhe një herë që kapacitetet hetimore të rikthehen. Duhet shkoj aty ku është problemi, te siguria e jetës, shëndetit, edhe diçka tjetër, edhe gjobat, po të kemi parasysh. Polici rri me gjobë, me blok në dorë gati, në momentin e befasishëm vënë e gjobës. Gjeme një cep të parkum. Një person që ka gjeti... Futën masfera aty, nuk është qëllim gjoba, është disiplinimi i qarkullimit. Qëllimi i gjobës është disiplinimi i qarkullimit dhe parandalimit mos bësh në ta. Gjoba është bë I thot shefi aty du një blok të pastrumsat. Ai rri gjersat ve gjobën. Ndërkohë që policia thash duhet të jetë mbrojtje e jetës, shëndetit, sigurisë publike, të problematikës ndryshme të qytetarëve, ku një qytetar është plak duhet kaloj rrugën ta marrë ta ndihmoj, se kjo është për komunitetin. Jo policia shihet si gabic, që vetëm të ve gjobën. Ka bazon gjoba 20.000 lekë tash po shkojnë te 30.000. Si për me rrit. Po e kanë rritur. Po trisin që
30 buxheti. Marrim rastin në ngjarjes së Rinasit. Çfarë ka ndodhur? U krye kjo është e frikshme fare, domethënë mënyra se si këta pushkatojnë aty. Tani, e dini që në datën 7, Muçi Shaljani dhe Gilmando Dani kanë shkuar në Rinas. Tani këta erdhën nga diku, kanë ardhur nga Tirana, këta jetojnë, këta ditë ku jetojnë në Tiranë. Filan datë, po ka që thjesht të shkosh ti marrësh kamerat e datës 7, datës 6, datës 5, datës 4, ku kanë lëvizur kamerat, shikojmë se kanë pas një vëzhgues nga mbrapa se s'ka mundësi. E kanë absolutisht. Ku e dinë ata që do fluturonte në datën 7? Pra, diçka, domethënë për ta hetuar se nga informacionet që di unë, pak duket sikur është në stagnacion kjo, ka ngelur çiksi në vend hetimi kësaj ngjarje. Informacion s'kemi zona. S'ka, domethënë duket sikur në netim po ç'po hetohet, se në netim mund të shkojnë edhe dosjet 5 vjet që kritikojnë me spakun. Po ç'vlerë ka pasaj se bën vaki mund të ketë qenë vrasi 6 jetë dhe ka ndrydhe jetë. Domethënë këto më shqetësojnë në konceptin e përgjithshëm. Kemi raste që na drejtohen klientët, një e kam dorë se kam para akoma. I ka bërë kërkesë policisë, në Divjak ka ndodhur vjedhje, i ka bërë kërkesë policisë, tapet kjo kamerë, tapet makina shoqëruese. Jo pas na kanë kthyer përgjigje. Çfarë janë këto, më kush kthe përgjigje, shkore, sekuestrojnë vend aty. DVR 900 euro bën DVR, merre, kjo s'është e jotja më. Miru pafshim kaq, lej copletë shënim atje. Kryet detyrën për sigurinë publike. Çështja e fundit që ne trajtojmë bëhet fjalë për pikërisht 21 janarin. Të lutem regjia, më kalo me siglën dhe unë rikthehem të perifrazoj çfarë ka shkruar sot ish presidenti Meta në raport në atë ngjarje dhe të diskutojmë dhe pra audiopërgjimin e depozituar në SPAK. Mirë, sot pati një reagim në rrjetin social Facebook nga ish presidenti Meta, i cili ndodhet në paraburkim këtu në Tiranë, në 313, dhe ka bërë, le të themi, një histori të asaj se çfarë ka ndodhur për 21 janarin, për vrasjen e Zemajdarit dhe për shtatorin e 98-s, por ne do të ndalemi tek 21 janari meqense kemi zhvillime për sa i përket depozitimit në SPAK të audiopërgjimit origjinal nga kolegu Artan Hoxha. Por çfarë ka shkruar ndër të tjera Meta në Facebook? Porosia ishte se duhet të japësh sa më parë dorëheqjen dhe ti nuk do të jesh në zyrë, ministri, kur të vriten njerëz, sepse situata është më rënduar se ç'mendon ti, i thot dikush Metës. Duke pasur besim absolut në integritetin dhe dashamirësinë e porosi dërguesit, shkova menjëherë në zyrë dhe përgatita dorëheqjen e parevokueshme nga zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë dhe shkova takoja kryeministrin Berisha për t'i bërë të ditur vendimin e ri, si domosdoshmëri për të lehtësuar pozitën e qeverisë si dhe për të sfumuar sa të mundja libin e gjak kërkuesve. Po kështu i paraqita propozimin për zëvendësuesit e mi nga postet e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e ekonomisë dhe nga ajo ditë, pra një javë para 21 janarit, nuk shkela më në atë ministri, thot Meta. Po atë ditë në mesdrek, Asambleja e Partisë Socialiste shpalli 21 janarin, si ditën e protestës dhe qametit. Ndërkohë pak ditë para 21 janarit, i panjohuri u rishfaq për të sjellë të dhëna të reja dhe një porosi të re për mua. Të dhënat e reja ishin se situata por rëndoi pasi organizatorët po rekrutonin shumë element kriminal në terren për 21 janarit. Po kështu, porosia e mikut nga jashtë ishte se më 21 janar, unë nuk duhet të qëndroja në shtëpi, pasi banesa mund të sulmoj nga element kriminal. Edhe me herët e ka thënë, Meta që ka pasur informacion, tani, Karanja, do ta nisim së bashku për faktin që ju keni qenë për pak ditë prokurori çështjes së 21 janarit. Keni pasur mundësi që të bëni veprimet e para hetimore dhe të njiheni deri diku me atë dosje. Pastaj më mbrapa, prokuroria e përgjithshme bëri lëvizjet e veta. Në atë kohë, për sa kohë ju ishit, le të themi, prokurori kësaj çështje, a kishit në dorë, ju kishin ardhur shkresa nga shërbimi informativ i asaj kohe, apo qoftë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit bashkangjitur për hetimin, informacione të cilat mund të lidheshin me veprimet e dhunshme që do të kryeshin? Tani duhet kemi parasysh diçka. Informacioni operativ është gjë tjetër, dhe relacioni sipas neni 293 e kodit procedurës penale është gjë tjetër. Çfarë është relacioni që shpjegon është? Relacioni, sepse prandaj po flasim dhe për veprimet procedurale. Veprimet procedurale që informacionet e shërbimit ose informacionet e nuk janë pjesë e dosjes, nuk mund të jenë. Nuk mund të jenë pjesë e dosjes. Mund të jenë dhe prokurori që diskutohet. Prokurori nuk mund të jetë bashkëpunëtori i shërbimit, se i bi të jetë pjesë e shërbimit. Se i bi të kesh pa shihut ose shishi, të jetë dhe prokurori. Prokurorit i vjen një informacion me shkrim. Pra bëhet një shkrim,
nuk përdoret termi dhënat operative dhe neni 293 është i qartë. Provat ku bazohet ky dyshim dhe burimi i provës. Burimi i provës janë njerëzit, janë dëshmitarët,